Do të kitje për Arionin. Arionin për ndryshe e ki shumë mik tash, se ke pos dhe konflikte patjen. Unë me Ariani, normalisht, kam pas firimi, morja shumë gjëra personale. Bravo. Pa pash Fationin prej publikot edhe dish ta mi thonë që shumë ke harru mu. Se, hajde ullu. Masi të ka harru të Fationi. Po si hyrim për puthen, ka të më harroj. Pse të harroj? Nuk e di, ndoshta me ndje madhësia dhe pse kështu po kallëzohet shumë modest. Se kur kemi folë bashkë. Kemi folë, mëre? Më thuj, ma kujtojt pak se ndoshta dam qikaraq, po bëm bjond thera. Po bësh bjond edhe ke mbjell flokët. Po ma kujto. Shiko, para një vjet të gjys. Ti më tjetë shumë aktore mirë, por që mbi të gjitha, kur të bërë skenarin, kujtoj mirë. Dhe më thëmë bëhen kokë. Qfar skenari, ore? Ku jemi një të bashkë? Kemi folër së parin Facebook. Facebook nëse përdor fare? E ke përdor para një vjet të gjys. Fare. Mos ka fol me mu vajza edhe në katru me Fationin? E ka ndru Snapchatin edhe u shduk. Snapchatin në fakt... Nuk e përdor, a? Nuk e përdor shumë rrallë, po përsa i përket gocës je shumë kinge, këtë s'mund ta mohojmë. Nëse do të flisja, jam tip që jam shumë selektiv. Nuk mund të flas me këtë do, kush do. Po nuk jam kush do. Po këtu do dalë, po ti s'më lët të flas. Domethënë, jam tip shumë selektiv. Dhe kaq kinge sa jeti, nëse do flisnim bashkë të bestojmë që nuk do të kisha harruar. Kështu që mos ke folë me Fation tjetër. Ishte thjesht kompliment. Asgjë tepër. Jo, nuk ishte. Misioni i Koqia Showit është edhe përputhën pak, nuk ishte lidhje me këtë, por që fola thelbin që goca tani bën shaka dhe bën shumë mirë që bën shaka. Se bëhet më interesante. Ani, edhe nashta i pëlqen si personazh, Fatian, ku e di? Mirë, këtë s'mund ta mohoj, se dhe mund të pëlqejë jo. E kupton, por që ideja është që të vërtetë. Jo gjithmonë thuhet të vërteta në televizion. Po. Domethënë kjo s'ishte e vërtetë. Ndoshta edhe ishte. Po unë t'i thash të gjitha këto. Po e si muj me trilluan e një histori që më ka mbet në kokë edhe në zamër. Ndoshta, shiko, ti e ke parë aq, domethënë, çdo lloj personazhi, çdo lloj njeriu, të paktën në jetë përputhen e kam parë, nuk e mohoj dot. Që flet shqip. Ti do jesh fiksuar aq shumë me mua sa pa dashje të kesh parë në ëndër që ke fol para një viti. Jo. Ti nuk e qef përputhen para një vit të gjys. Jo, të shfiksuar të ishte para një viti ke fol. Jo, nuk jam në njeri që më fiksohen gjërat. Ndoshta kemi fol, pastaj çfarë them. Pastaj kur u zhdo kë, fillova mu marr pak më shumë e veten, e hapa biznesin tam. Të ka ecur? Po. Kjo ka rëndësi. Po pra, kjo ka rëndësi. Po, fat me Fationin. Edhe biznisi jam është aktualisht bëj tesha, thuri tesha. E ke thur Fationin ndaj por? Fationit do të me bu kërkesën për mja thur. Se? Kërkesën ti thova pak marrët ka qenë ishi dashuri? Jo. Se një gocëm për tesha kave. Nuk ka qenë ishi dashuri, s'besoj që... Thjesht i bëra një kompliment. Nëse meni që Fationi shko bëj gasmon, thjesht bëra një çështje kompliment. S'besoj që i harran ishte dashurat kë ka s'let. Të them të drejtën, pavarësisht se dukem çik ndonë. Ka thoni ka pos 200. Tash edhe mund më të ngatru Fationi. Jo, shiko, ndoshta thash, por që shiko, nuk po flasim për seks tani, mos të bëjmë kot. Po flasim për diçka serioze. Në çështje serioze, unë i kam me numra, me gishta duarsh, domethënë. Për sa i përket për seks, i mbaroj, domethënë mbarojnë duart. Sepse kemi qenë dhe beqare, kupton? Çe kopedan. Shiko, tani nuk është çështje kapedani, po të bëjmë kot tani dhe ti ke qenë beqar, besoj nuk e... Po. S'ke lindi Po ti akoma beqar. Ama në momentin është çike komplikuar. Interesant, pra. Është çike komplikuar. Ky dha komplimente Fationi, për ndryshe pi pëlqen, me pas fol s'ke harru. Tani mos t'i bëjmë. Kur është diçka e lezetshme ose është për të bërë kompliment, se mos ta bësh. Ideja është të bësh kompliment nuk do të thotë e gacmo me vajtë diku. Thjesht një gjë e bukur, që mund të jetë e bukur, s'ke pse ta mohosh. Ose kjo është e zezë, është e zezë. Kjo është e zezë, është e zezë. Dhe unë në Facebook nuk jam futur. Kështu që s'qëndron kjo. Po ama edhe komplimenti i të prum është i të prum. Po çfarë? Çfarë të bërë? Jo ti, po foljem përgjithësi. Po shiko, ti jo, asë nuk bërë aty. Ti më erdhe më akuzove këtu mua. Po ta akuzova. Sytë Kosovës, Shqipërisë. Që ti pse s'më flet mu? Jo, pse mu ke zhduk, jo pse s'më flet. Si ke emri? Delvina. Akuzosh. Faleminderit.
për çështje se ndoshta edhe dhe çik kemi dhe në ekran Fation këtu dhe vëlla, merr do si them, ofendim. Dgjoj, Fation Të vëlla. betojmë s'kam këtë. Më fal Patjetër. që të ndërpres, po ta them tani se një nga efektet anësore të mbjelljes së flokëve është kujtesa, që të ikë kujtesa. Ndoshta. Ky nuk e kujton, nuk e kujton që e ka Bravo, përdorur. Skirti. Sa kemi thënë më përpara, vëlla. Domethënë deri ku ka vajtur çështja jo. Kemi vajt deri të dalja, edhe je shtuk se you Po pra, chickened çka out. dalje se unë jam i rrezikshëm kur dal. Nuk të fal, e kupton? Po jo, Edhe- ti nuk e ke fal veten. Nuk kam fal veten. Po, se nuk e Ti e dal. fal veten. Unë pse me falun veten. Përderisa erdhe këtu, ke drejt. Po që Fation e po vëlla, bëjmë shaka, seriozisht. do t'i heqim ato flokët që të kemi Mos i ngulur. prisni këtë në montazh, po bëjmë shaka. Dgjoj, do t'i heqim ato flokët që të kemi ngulur, mos Po kthehet vërtet se kujtesa. po vëlla. bëm. Me s'ke kujtesa. Ose të paktën kthej këtu në moment. Delvina është Të pas kam ndikuar për përndryshe mirë. po, ka respekt madh për Skirtin, Edhe- sidomos për Fationin. Në bizneset ka hecur. Kështu që blini të Delvina. Bravo. E këshmi përshëndet Delvinën shumë edhe këshmi shku me blog port marketing, këshmi kthyer nga pjesën e